Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Po e nisim kështu lutjen së bashku Angelini e të Zot dhe lutjen e orës së mesme. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo mëngjesi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty. E bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit. U bëth me mua si është fjala jote. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bën njeri. E banoi ndër ne. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne shenjtja nënë e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Themi një atyn dhe të falemi Mari për shpirtrat e purgatorëve. Atyn që je në qiell, u shenjtroftë emri yt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Maria, plot e Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jep o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshin e paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, Që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është e pas të mërkurës së përhime, koha e kreshmeve. Psalmet i marrim nga java 4 e psalterit. O hymë eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës së 6. Kur Krishti i pati etje, në atë orë që në kryqën gjitën, kush psalterin di të lexoj, etje së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qofturi për atë që vdiq për ne, edhe mëkatin e veri e virtyti qoftë dëshirë. Bagmi i Shpirtit Shenjtë sot mbi këngë qestë të ndikoft, që zjarrin e trupit angri, acarin e shpirtit ngrot. Krishtin dhe atin ti lusim, shpirtin e Krishtit e të atit, një e vetme e gjithë pushteshme trini, për krah ata që luten. Amen. Antifona. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj.
Psalmi 119. Shikoje mirimin tim e më liro, se nuk e kam harruar ligjin tënd. Mbroje çështjen time më shpaguaj, për hir të ligjit tënd më përtrit në jetë. Larg është prej mëkatarëve shëlbimi, sepse nuk e qajnë kokën për urdhërimet e tua. Mëshira jote është e madhe o Zot, në fuqi të gjyqeve të tua më përpit në jetë. Shumja që më salvojnë e më poshtrojnë, por unë nuk ju shmang nga dëshmive të tua. I pash ata që e lanë rrugën e muvelën, sepse nuk i mbajnë fjalët e tua. Shiko o Zot se i dua urdhërimet e tua, më kërthëndes në jetë sipas dashurisë sate. Për parim fjalët e tua kanë të vërtetën, të gjitha gjyqet e drejtësisë sate janë për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 128. Paqja e Zotit në familjen besnike. Lum njeriu që druan Zotin, që ecën udhëve të tij. Do të ushqehesh prej punës së duarve të tua. I lumi ti, mirë do të kalosh. Gruaja jote vresht plot fruta, në dhomat e shtëpisë sate, djemtë tu pi një lulliri për rreth tryezës sate. Ja se si bekohet njeriu që e druan Zotin. Të bekovë Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jerusalemit në të gjitha ditët e jetës sate. Dhe i pafsh djemtë e djemve të tu, paqja qoftë mbi Izraelin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 129. I lind besimi në popullin e sprovuar. Kisha e shenjtëve flet për egjën që duhet të tolerohet në mes të pjesëtarëve të saj, krahasoshën Augustinin. Shpesh herë më luftuan që prej rinisë sime. Le të thot tashti Izraeli. Shpesh herë më luftuan që prej rinisë sime, por s'ja dolën dot kundër meje. Mbi shpinën time lëvruan lavërtarët, bën hulli të gjata, por Zoti i drejtë i këputi leqet e mëkatarëve. U tërprovshin dhe u smbrapshin të gjithata që urrejnë Sionin. Bar pullazësh u bëfshin që thahet para se të nxirret. Me të cilin se mbush dorën ai që korr, as sqetullën ai që mbledh duajt. E ata që kalojnë për bri nuk thonë, bekimi i Zotit qoftë mbi ju. Ju bekojmë në emër të Zotit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër nga libri i Ligji për Trirë, kapitulli 30, rreshtat 2 dhe 3a. Kur të kthehesh prej tij dhe ti dëgjosh urdhërimet e tija, pik për pik të gjitha që unë sot po t'i urdhëroj, me bijtë tu, me gjithë zemrën tënde e me gjithë shpirtin tënd, atëherë Zoti, hyj yt, do të ndryshoj fatin tënd, do të ketë mëshirë për ty, dhe përsëri do të bashkoj prej të gjithë popujve nga të shpërndau më parë. Largoje shikimin prej mëkateve të mia. Shlyeji të gjitha fajet e mia. Të lutemi. Po të lutemi o Zot për ju veprave tona me hirin tënd dhe për cili mendimin tënde. Kështu që veprimtaria jon të zëfill prej teje dhe mendimin tënde të kryhet. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jetonë mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.